A e keni ditur se nxjerrja e sadakas është një ndër argumentet më të fuqishme të imanit tonë. Pse po e them këtë? Ka sa Allahu Gjelle Gjelaluhu në librin e tij famlar ka tregu se shpirti jon, nefsi jon, e don pasurinë me një dashuri marramense. Siç ka thënë Allah në surën Al-Fajr, wa tuhibbuna al-mala hubban jamma. Dhe ju e doni mallin, e doni pasurinë me një dashuri marramense. Dhe kur robi arrin që me bind veten e tij që nga pasuria që Zoti ja ka dhënë nxjerr sadaka, kjo nënkupton se dashuria jon ndaj këtij adhurimi është më e madhe se sa dashuria jon për grumbullimin e pasurisë dhe mallit. Dhe përderisa Allahu e ka cilësuar se ne e dojmë pasurinë dhe mallin me një dashuri marramense, dhe ne jemi në gjendje që prej asaj pasurie që e don nefsi jon shumë dhe shpirti jon shumë, me nda një pjesë për sadaka, për këtë adhurim shumë madhështor, adhurim shumë i veçantë, adhurim shumë i çmuar te Zoti Gjelle Gjelaluhu, atëherë kjo jep me kuptu se imani jon ja ka mujt dëshirës për grumbullimin e pasurisë. Dhe padyshim që ky veprim është një argument i fuqishëm i imanit që robi bart në gjoksin e tij dhe në zemrën e tij. Pra kur ne arrijmë që me nxjerr sadakat nga pasuria që e dojmë shumë, kjo na bën neve të kuptojmë se dashuria jon për Zotin është më e madhe se sa dashuria jon për tubimin e pasurisë. Dhe në anën tjetër, ka tregu pejgamberi alayhi salatu vesselam se nxjerrja e kësaj pasurie në asnjë mënyrë nuk e pakson pasurinë tonë. Dhe kjo është një ndër shpërblimet e shpejta që Zoti ja jep robit. Ka se pejgamberi alayhi salam ka thënë se nuk paksohet pasuria prej sadakas. Pra Allahu ja shumëfishon robit tij atë pasuri që nxjerr sadaka dhe e shpërblen për të në këtë botë dhe në botën tjetër. E lutim Allahun Gjelle Gjelaluhu që të na bën prej tyre.